Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala men la nabiyya ba'da. Edhe sot vazhdojmë të jemi me hadithet nga libri Umdatul Ahkam rreth namazit. Dhe më konkretisht tema e kthimit nga kibla. Kthimit nga kibla, dhe kemi thënë që kthimi nga kibla është kusht. Pra nuk lejohet të fillohet namazi para se të gjesh drejtimin e duhur nga kibla, dhe qëllimi me kiblën është qabja apo drejtimi drejt saj. Për ata që janë më lart dhe jo konkretisht apo pikërisht ajo. Sepse sa më lart largohesh, aq edhe më i gjerë mund të bëhet këndi i kthimit apo i drejtimit të kiblës. Hadithi e radhës është hadithi po nga Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, thot, ndërkohë që njerëzit po falnin namazin e sabahut në Kuba, atyre u vjen dikush dhe u thot, të dërguari të Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë natë i është zbritur Kur'an, pra diçka nga Kur'ani, dhe është urdhëruar që të kthehet nga kibla apo nga kabja, siç vjen në një transmetim tjetër. Prandaj kthehuni drejt saj, fytyrat e tyre ishin në drejtim të Shamit dhe u kthyen drejt Kabes, drejt Qabes. Pra thot Abdullah ibn Umar, po falshin disa namazin e sabahut në xhamin Kuba. Dhe Kubaja dikur ka qenë një fshat rreth 5 kilometra larg qytetit të Medines. Qytetit të Medines në të cilën emigroi profeti alayhi salatu wassalam. Por sot me zgjerimin e qytetit është përfshirë brenda qytetit, sepse Medina normalisht nuk është më ajo që ka qenë atëherë, por si shumë qytete është zgjeruar dhe është përfshirë, është bërë pjesë e qytetit. Dhe fillimisht dhe është xhamia e Kubas është xhamia e parë të cilën apo që është ndërtuar në Islam. Pra e para xhami që u ndërtua në kohën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam dhe të cilën e ndërtoi ai vetë është xhamia Kuba. Xhamia e këtij fshat dikur që quhej Kuba. Kështu ishte emri. Dhe profeti alayhi salatu wassalam ka thënë për të se kush fal 2 rekat në xhamin Kuba ka shpërblimin e umrës. Pra ka shpërblimin sikur të bërë umre. Pra nëse themi shpërblimi i umrës është kaq, aq më. Dhe profeti alayhi salatu wasallam shkonte çdo të shtunë apo çdo javë në xhamin Kuba, sepse hadithi vjen sebt. Dhe sebt i thon ditës së shtunë. Por a është kuptimi pikërisht dita e shtunë apo thjesht të tregojë çdo javë? Prandaj është prej sunetit që një herë në javë, për ata që kanë mundësi, për shembull banorët e Medines, apo ata që janë pranë, të shkojnë në xhamin Kuba dhe të falen në të. Dhe xhamia Kuba është xhamia të cilën Allahu subhanahu wa taala përmend dhe në Kur'an, le mesjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi. Ajo xhami e cila që në ditën e parë është ndërtuar si bindje dhe devotshmëri për Allahun, është më merituese apo më primare për qëndruar në të. Dhe një zgjerimin e parë, kjo xhami ka njohur zgjerime. Dhe sot është një xhami e madhe dhe kohët e fundit nuk e di, ka filluar apo jo, por ka një përjet për të zgjeruar përsëri. Sepse është xhami që vizitohet shumë, ata që kryejnë haxhe, umre dhe qëndrojnë në Medinë, vizitojnë dhe xhamin Kuba.
Dhe zgjerimin e parë e ka njohur në kohën e El-Walid ibn Abdul Malik, khalifes së muslimanëve në atë kohë, i cili caktoi udhëheqësin e Medines, vartësin e tij, që ishte djali i xhaxhait e tij dhe ishte Umar ibn Abdul Azizi. Allahu më shiroft në atë kohë. Dhe i dha urdhër dhe solli fonde që të fillonte zgjerimi i xhamisë së Kubas. Dhe zgjerimi u bën nga krahu i kiblës, pra nga pjesa e përparme, dhe u përmirësua. Jo thjesht zgjerim, por edhe një ndërtim më cilësor, më i mirë e tjerë që u bë në këtë xhami. Pastaj kohë pas kohe ka njohur edhe në kohën e Osmanëve ka njohur zgjerime kjo xhami. Thot Ibn Umari, po falshin namazin e sabahut, pra ishin duke u falur. Dhe ishin duke u falur në drejtim të Shamit. Qëllimi me Shamin këtu është Qudsi, Xhamia Aqsa. Xhamia Aqsa, sepse fillimisht edhe për muslimanët ajo ka qenë kible. Deri kur emigroi profeti alayhis salam në Medinë, kur emigroi në Medinë, dhe pas rreth 16 muajsh Allahu subhanahu wa taala urdhëroi profetin alayhis salam dhe mbar muslimanët që të merrshin si kible Ka'ben, sepse Ka'bja ka qenë kible. Kiblja të gjithë pejgamberëve, si sot Ibn Taymije, ka qenë Ka'bja. Ka qenë Ka'bja. Por idhtarët e librit, xhifut dhe krishterët ndryshuan. Shumë nga feja atyre ndryshuan librat e pejgamberëve që i solli Allahu subhanahu wa taala dhe ndryshuan edhe këtë gjë. Dhe u kthyer nga Beitul Maqdis. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e korrigjoi këtë gjë me anë të profetit alayhis salatu wasallam që në fillim. Nuk ja urdhëroi që në fillim, pse? Për kishte urtësi. Dhe qëllimi ishte që të afroheshin idhtarët e librit me Islamin, të bëheshin musliman, të afroheshin me profetin alayhis salatu wasallam. Dhe gjatë gjithë kohës profeti alayhis salatu wasallam e donte kthimin nga Ka'bja. Dhe her pas herë ngritej kokën lart mos i vinte shpallje nga Allahu që të kthehej nga Ka'bja. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Ne e shohim fytyrën tënde që kthehet drejt qiellit. Prandaj të urdhërojmë që dhe ti të kthehesh në atë drejtim që do. Prandaj kthehuni nga drejtimi Mesjidul Haram, që është Ka'bja. Xhamia e shenjtë që është Ka'bja. Dhe thotë dhe po falshin namazin sabahut, pra ishin banor të Kubas. Pra kishte emigruar profeti alayhis salam në Medinë. Kishin kaluar 16 muaj, sa atëherë urdhërua dhe kthimin nga Ka'bja. Pra dhe ata ishin duke falur në një tjetër drejtim nga Ka'bja. Pra kishin përballë kiblen Beitul Maqdis, Xhamin Aqsa, dhe pas shpinëve të tyre kishin Ka'ben. Dhe ishin duke u falur. Dhe vjen dikush nga sahabët për t'i lajmëruar që ka ndryshuar drejtimi i kibles në namaz. Dhe kur arriti i gjeti ata që kishin filluar namazin e sabahut. Dhe i thotë, të dërguarit të Allahut ishte zbritur diçka nga Kur'ani. Pra ajeti që urdhëron, që e përmendëm më parë, për kthimin nga Ka'bja. Prandaj dhe është urdhëruar që të drejtohet nga Ka'bja, prandaj drejtohuni edhe ju drejt saj. Dhe çfarë ndodhi? Thotë përcjellsi, u kthyen. Duke qenë namaz, pa ndërprerë namazin, pa dal nga namazi, pa u shkëputur nga namazi. Duke qenë namaz, u kthyen. Pra nga fytyrat ndej, për shembull, u kthyen në drejtimin e kundërt që ishte më parë, pra përballë. Ky është hadithi. Çfarë kuptojmë nga ky hadith? Dobinë e hadithit. E para, personi i cili i lajmëroi këtë xhamat që po falte sabahun, sa ishin?
2, 3, 4, 5 e më tepër, jo, 1. 1. Çfarë tregon këtu? Kemi një dobi të rëndësishme në çështjen e akides. Tregon që lejohet apo pranohet lajmi fetar, qoftë edhe nga një person i vetëm nëse është i drejtë. Ajo që quhet khabar al-ahad. Pse themi këtë? Sepse ka grupe të humbura, siç janë Khawarijët apo Mutekeliminët, kelamistët, prej Mu'tezilive, Sharive, që nuk i pranojnë ato çështje fetare që përcillen nga individ. Nuk përcillen pranë siç janë hadithet mutawatir. Hadithet mutawatir janë hadithe që një xhamat përcillen nga xhamat, ky nga një xhamat tjetër, ky nga një xhamat tjetër, pra nga një grup i madh. Pra për shembull, këto 4 apo 5 vet e përcillen këtë hadith nga këto 5-6 vet. Këto 5-6 vet nga këto 4-5 tjerë. Këto 4-5 tjerë nga derisa vjen te sahabi, te profeti alayhis salatu wassalam. Apo te sahabët e deri tek profeti alayhis salatu wassalam. Dhe argumentet e tjera fetare që vinë në një tjetër mënyrë, jo kështu, xhamat, ata nuk i pranojnë. Kjo është fjalë shumë e kotë, shumë e gabuar. Nuk merret në konsiderat fare. Pse? Me argumentin më të thjeshtë. Profeti alayhis salatu wassalam, kur u çonte mesazhin islam mbretërve të ndryshëm jo musliman, u çonte edhe një person, një sahab, për t'i treguar dhe për t'i ftuar ata në tauhid. Dhe tauhidi është në çështjet e akides. Pra, mjafton një. Dhe më së shumti gjë që i shtyu ata të bëjnë refuzim të teksteve fetare të tilla që nuk vinë si mutawatir është për të mbrojtur bidatin e tyre. E rëndësishme. Gjithashtu ky hadith tregon se Kur'ani është i zbritur, sepse sahabi çfarë tha? I është zbritur profetit alayhis salatu wassalam. Pra Kur'ani nuk është fjalë e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, apo fjalë e dikujt tjetër nga njerëzit, nga krijesat. Jo, është fjalë nga Allahu, i është zbritur. Dhe kjo fjalë i është zbritur ndër të tjera, çfarë tregon? Tregon një çështje tjetër të madhe të akides, që Allahu është lart. Është zbritur. Dhe zbritja çfarë nënkuptohet? Nga lart, poshtë. Dhe ka jo pak njerëz, grupe të humbura që e mohojnë qëndrimin e Allahut lart, mbi arshin, fronin e tij. Por thonë është kudo. Apo thonë Allahu s'ka vend. Çfarë nënkuptoni ju me të që s'ka vend? Nëse me të nënkuptojnë mohimin, refuzimin që Allahu është lart, atëherë kjo është e gabuar. Kjo është krejtësisht e gabuar. Dhe argumentet për të janë me mira, që Allahu subhanahu wa taala është lart. Dhe kam parë një herë në një video disa njerëz, grup që po bëshin tavaf. Pra shëkrove të vonshme. Dhe ishin nga ata që e mohonin qëndrimin e Allahut lart. Por ajo natyrshmëria të del kundër. Thonin, duke bërë tavaf thonin, Allahu është në çdo vend, dhe gishin e mbashin lart. Allahu është në çdo vend. Pra, me natyrën e tyre deklaronin që Allahu është lart, duke ngritur gishin. Me bidatin e tyre thoshin që është në çdo vend. Allahu është në çdo vend. Dobi tjetër është se vlera e Ka'bes. Sepse Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi profetin alayhis salatu wasallam që përfundimisht kibla për namaz të mos jetë më Beitul Maqdis, por Ka'bja, të rikthehet siç ka qenë kible e të gjithë besimtarëve dhe pejgamberëve. Dhe këtu kemi një tjetër dobi. E kemi përmend. Nëse një person është në një vend që
nuk ka dikën ta pyes se ku është qabja, në çdo drejtim është qabja, dhe ai do të falet. Dhe përpiqet vetë, duke parë ndonjë shenjë në horizont apo e tjerë, përpiqet. Dhe e fal namazin. Por mëson që pas namazit mëson që qabja ka qenë tjetër drejtim, dhe ai është falur në tjetër drejtim. Namazi i është i saktë. Namazi është i saktë. Pse? Sepse sahabët që po faleshin në Kuba, po faleshin në tjetër drejtim nga qabja, ndërkohë që urdhri për kthimin nga qabja ishte arrit. Ishte zbrit. Dhe ata një pjesë të namazit e falen në drejtim të kundërt, ndryshe nga drejtimi i qabës. Dhe pastaj pjesën e mbetur të namazit e falen nga qabja dhe nuk e përsëritën namazin dhe as pjesën e parë të namazit që ishin falur nga qabja. Pse? Sepse ai ishte drejtimi i ditur. Derisa si kishte ardhur njoftimi. Pra sepse mund t'i ndodh dikujt në udhëtim etj, nuk ka që të pyes aty etj, apo njerëzit që janë nuk i dinë anë horizontit, përpiqet vetë, fal namazin dhe më vonë mëson që është falur gabim. Namazi i është i saktë. Kur është përpjekur, ama kur ka mundësi të pyes, atëherë ka obligim të pyes. Gjithashtu tregon se lëvizja në namaz për një dobi që ka lidhje me namazin, nuk e prish namazin. Nga mësojmë të sepse sahabët lëvizën. Ata që po faleshin lëvizën. Pra, i kthyen fytyrat në drejtim të kundërt. Dhe tu kemi një çështje se lëvizjet në namaz ndahen në 5 lloje. E para, obligim. Janë vajxhib. Pra është vajxhib të lëvizësh në namaz. Për shembull, ti ke filluar namazin. Ndodh. Kur janë xhamiat mëdhaja për shembull, që nuk duket vendi i imamit për të orientuar për kthimin e kibles, dikush ka ndodhur kjo. Ndodhte në Medinë ku isha unë, ndodhte xhamia madhe shumë, vishin njerëz të ndryshëm, që si ishin banorët e Medinës, sepse ata i dinë është. Dhe gjinte një shtyllë e merrte si pendes sutra, edhe fillonte falin ndërkohë që kibla ishte krah tjetër. Nëse dikush i vjen ti dhe i thot kibla rtheut majtas apo djathtas, atëherë ai ka obligim të kthehet. Dhe namazi i tij nuk prishet nga kjo lëvizje, por e ka obligim të kthehet. Apo lëvizje që është obligim për të larguar diçka që është haram gjatë namazit. Për shembull, fillove namazin, duke u fal, drejtimin nga kibla e tjerë, çdo gjë në rregull, duke u fal, shef tek pantallonat apo çorapet që ke një papastërti nga ato lloj papastërtish që nuk lejohet të fillosh namazin pa i hequr më parë. Për shembull, urinën e fëmijës, shef që të ka lart te çorapi. Fëmia i vogël ka urinu, e të pasur ti, apo e të pasën prehër, dhe shef që të ka lart. Tu e të obligim të lëvizësh për të larguar të papastërti, në të shkruptim. Nëse është diçka një rrobe që me pak lëvizje arrin ta heqësh, për shembull, çorapin dhe je në ruku, e heq. Apo nëse arrin ta heqësh lehtë me këmbë, e heq. Por nëse të duhet të prishësh një shtyllë, si është qëndrimi në këmbë për shembull, ose për shembull pantallonat, nuk mund t'i heqësh gjatë namazit, se zbulon pjesë janë obligim të mbulohen. Detyrimisht do ta lesh namazin. Por kur janë për shembull këmish apo xhupin e vën re, apo këpucët i ke me këtë lloj papastërtie, i heq, duke qenë brenda namazit. Dhe këtu e ke obligim ti bësh këtë lëvizje dhe nuk e prishin dhe as nuk e parsojnë shpërblim në namaz këto lëvizje.
Profeti alayhi salatu wasallam një herë ishte duke u falur, vjen Xhibrili gjatë namazit dhe i thotë dhe i tregon që në pantoflat e tij ka papastërti. I heq gjatë namazit, dhe janë lëvizje të vogla, që nuk kërkojnë punë të madhe, lëvizje të mëdha, dhe e vazhdon namazin. Pse? Sepse nuk e dinte. Ndryshe është të fillosh namazin me papastërti që ti i di, të nuk lejohet, dhe ndryshe është kur nuk e di dhe e mëson gjatë namazit. Edhe nëse mëson pas namazit është i saktë. Sepse njeriu merret në përgjegjësi kur di dhe jo kur nuk di. Por mund të jetë lëvizja edhe e pëlqyeshme në namaz. Pra është e pëlqyeshme të lëvizësh në namaz. Për shembull, erdhën 3 udhëtarë në xhami, filluan namazin. Por njëri imam në rregull, 2 të tjerët qëndruan në gabim. Njëri doli në të djathtë të imamit dhe tjetri në të majtë të imamit. Ndërkohë që imami duhet të jetë përpara. Pra këta nuk janë para imamit, por janë drejt me imamin. Atëherë është e pëlqyeshme për imamin që të lëviz përpara në mënyrë që ata të mbesin mbrapa, siç është prej sunetit të profetit alayhis salatu wassalam. Apo është e pëlqyeshme të lëvizësh në namaz për të shmangur diçka që është mekruh, e papëlqyer, pra që nuk është haram, por është e papëlqyer. Për shembull, përpara teje je duke u falur dhe përpara teje ke gjëra që të shpërqendrojnë. Për shembull, po falesh në shtëpi dhe ke lodrën e fëmijës. Duke u fal, ai hudhi lodrën e tij. Lodra mund të jetë një formë apo ngjyra të atilla që të shpërqendrojnë. Është e pëlqyeshme të lëvizësh për ta shmangur këtë mekruh, këtë të papëlqyer. Pra që në rastin konkret është lodra. Ose për shembull je në xhami duke u fal dhe të ka qelluar të falesh apo e fillove namazin dhe kur bie në ruku sheh që ke diçka që të shpërqendron në rukun tënde. Mund të jetë një figurë në sexhade. Lejohet dhe është e pëlqyeshme që të lëvizësh pak djathtas apo majtas sipas mundësisë. Kjo kur nuk je me xhamat, në saf. Kur je vetëm për shembull, edhe shmang të pamje që ke përpara. Kur është haram të lëvizësh në namaz? Kur lëvizjet janë haram? Kur janë pa nevojë edhe të shumta. Dhe të një pasnjëshme, mbajini mend mirë të një pasnjëshme. Për shembull, filloje namazin dhe ten korën djathtas, ten majtas, shef lart, shef orën, der telefonin, kush e mori, e shef, kush e mori mesazh, kush e mori. Apo lëviz. Të gjitha ato pa pas nevojë. Apo heq rrobën, vesh rrobën, rregullon etj. Vazhdimisht, saqë ai që e sheh mendon nga lëvizjet e shumta dhe të shpeshta dhe të një pasnjëshme që bën ty mendon që ty nuk po falet. Ky e ka prish namazin. Ama nëse janë lëvizje të shumta, por jo të një pasnjëshme, për shembull filloi namazin, Allahu Akbar. Power. Krot. Ja ca që e bëjnë të gjë. Shohin on krot. Thu ti se ai tash ka punë të mëdha, kupton? Ja. Mas namazit katëri. Orën për çaj pe namaz. Apo diçka tjetër. Pastaj i ndaloj televizin dhe vazhdoj qetësisht namazin. Rekatën e dytë, po bra. Orën. Ose pa çka kanë xhep. Dori, pa çka të shkojmë, i numëroj, i fundi prap në xhep, pastaj vazhdoj qetësisht rekatën e dytë. Ti treti, u angazhuam me diçka tjetër.
Këto janë të shumta, por nuk janë të njëpasnjëshme. Ka gjunaf për to lëvizje, sepse janë pa nevojë fare, ja partësojnë shpërblimin e namazit, por nuk e prishin namazin. Janë gabim të lëvizje, nuk e prishin namazin e tij. Ama nëse janë lëvizje të shumta, por të nevojshme të bëhen, atëherë nuk ka problem. Për shembull, e duru fal në natyrë. Gjete një vend aty dhe fillove me qetësi namazin, alhamdulillah, përqendrim vetëm cicërim azojshin gjohën. Brava te ngjan një ulërim, kafshë. E dallove, ujk. Afër ke çadrën ku mund të rish për shembull, ose një vend që arrin të mbrosh nga ujku, ose ke zjarrin, afrohesh pranë zjarrit, dhe siç thon, ujku nuk afrohet te zjarri, kështu thon, nuk e di. Lejohet lëvizësh pa ndërprer namazin. Sepse të lëvizje janë të shumta, por janë të domosdoshme, se do të shpëtosh veten. Lejohet. Ose për shembull, je duke u falur në shtëpi apo në xhami, sheh që një fëmijë i vogël po fut gishtat te priza e korrentit. Lejohet të lëvizësh, sepse është domosdoshme, nevojshme të shpëtosh jetën e fëmijës, për ta lëvizur apo për ta larguar të fëmijën nga ai rrezik. Lejohet diçka e tillë. Dhe janë të lejuara lëvizjet, mubah. Ky është lloji 5 i lëvizjeve. Kur janë pak dhe të nevojshme. Pak për shembull, ti çdo herë e mbyll zilën e celularit para namazit. Harrove të se radhe. Filloi të bie. Do ta lësh bide ti shpërqendroj gjithë nga namazi? Jo, lejohet, fut dorën, xhep, lejohet dhe e fik apo e bllokon zilën e telefonit. Ne përmendëm në hadith që sahabët u rrotulluan që në 80 gradë, mund të themi, kur i erdhi urdhri dhe lajmi për ndryshimin e kibles. Pra nga Aqsa, Beitul Maqdis, në Mesjidul Haram, në Qabe, drejtimin e Qabes. Atëherë imami si ja bëri? Sepse ishte para, por tani i bie mbrapa xhamatit. Lejohet në raste të tilla të veçanta, kur ka dobi dhe kur është e nevojshme për namazin. Kur ka dobi dhe kur është e nevojshme për namazin. Për shembull, në një xhami të vogël, kur ka frekuentim të madh, prezencë madhe besimtarëve, siç mund të jenë netët e teravive, apo falet bajramin e atë xhami, dhe nuk i nxeh xhamia, nuk i nxeh as obori i xhamisë. Dhe imami fillon namazin. Por vinë besimtarë të tjerë gjatë kohës së namazit. Mund të jetë namaz xumaje. Vinë. Dhe nuk gjejnë vend për të falur, për të qëndruar në safet mbrapa imamit, vetëse para imamit. Në rrugë, për shembull. Në xhami Buzrrugë, për shembull. Ose ka shesh. Vetëm aty mund gjejnë vend për të falur. Shumica e dietarëve thonë që nuk lejohet diçka e tillë. Nuk lejohet diçka e tillë. Çfarë do të thotë që ta fali namazin veçmas? Imam Malik thotë që lejohet, sepse qëndrimin para të imamit e quan të pëlqyeshme dhe jo vajxhib. Kurse Ibn Taymije, Allah më shiroft, sjell një shtjellim.
si një shtjellim dhe Shejhu Themini te mendime konsideron dhe të saktë. Thot, në rast të nevoje lejohet. Sepse shumica e dietarëve tha, si në rast të nevoje, raste që nuk është e nevojshme nuk lejohet, në asnjë rast nuk lejohet. Kurse Imam Malik thot, nuk ka problem, e pëlqyeshme. Lejohet sepse është e pëlqyeshme. Jo. Ajo është vajxhib që imami të jetë është ndaluar, themi më saktë, është ndaluar që një apo i pjesë të xhamatit të jetë para imamit. Por kur ka raste të tilla, thot Ibn Taymija rahimullah, lejohet. Kur ka raste të tilla. Çështje tjetër. Apo ta mbyllim me të. Ose e përmend edhe një. Me që jemi të Istiqbal, drejtimin e kibla. Nëse falesh brenda në Kabe, a është i saktë namazi, pra a je thyer nga Kabja? Sepse ti nuk je ke objektin para, por je brenda objektit. I qartë dallimi? Dhe të marr një faqe apo një cep të Kabes si kible. Të marr po, a është i saktë apo jo? Është i saktë. Sepse është përcjell që profeti alayhis salatu wassalam ka falur namaz nafile brenda në Kabe. Pra nuk është falë brenda me sahabët e tij, një namaz farz, por ka falur nafile. Pra nëse dikush hyn brenda në Kabe, sot për shembull e kanë për delegacione të rëndësishme. E hapin derën e Kabes, normalisht është e vështirë ta lejosh përgjithësisht, sepse gjithaj grupi i madh njerëzish do shtypeshin aty brenda. Duke ditë që çdo musliman e madhëron Kaben, ka të shenjtë, do Kaben, dhe askush nuk pranon të hyjë për një minutë të dali pastaj. Do dëshirojnë të rrinë sa më shumë, të falen dhe ta zgjasin namazin, që të rrinë sa më shumë. Dhe që të si të problemet më dhanë. Por sot për sot e kanë lënë për delegacione apo personalitete islame të rëndësishme, që i lejojnë, e hapin derën e Kabes edhe lejojnë që të hyjnë, të shohin. Jo se ka diçka aty brenda, nuk ka diçka aty brenda. Diçka arkeologjike nga koha e profetit alayhis salatu wassalam e tjerë, ja, bosh është. Por lejohet të hyjnë dhe të falen. Ky inshallah ishte mësimi për sot. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na japi diturinë e fenë e tij, qëndrueshmëri, t'i fali gabimet tona, t'i pranoj veprat tona të mira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.